Publicisti shqiptar Milaim Nela ka reaguar ashpër pas kuvendit të fundit të LDK-s, duke cilësuar atë si një ditë të rëndë jo vetëm për paraqitjen, por edhe për demokracinë në Kosovë. Ai shpreh të shqetësuar për fatin e LDK-s, të cilën e konsideron forcën e vetme të djathtë në vend dhe akuzon klanin Abligjiku për shkatrimin e saj. Nela thekson se nuk është pjesë e asnjë grupimi politik dhe se qëndrimet e tij burojnë nga bindja personale e interesit kombëtar. Sipas tij, dobësimi i LDK-s po i lë Kosovën pa opozitë reale, çka rrezikon abuzimin me pushtetin nga forcat qeverisëse. Në vim, shkrimi i plot. Sqarimi detyruar, miq të nderuar, dje në fakt kisha në plan të dal me një shkrim në përkujtim të 10 ditëve të lavdishme të kompleksit historik Pelushnjës për zhvillimet në LDK, me më detyruan të shtyj për një ditë tjetër dhe kam shkruar për kuvendin tragjik të LDK-s, që ishte tema e ditës në Kosovë. Dita e djeshme ishte ditë shumë e rëndë jo vetëm për LDK-n, por për vetë demokracinë në Prishtë të Kosovës. Megjithëse i lindur dhe shkolluar në Shqipërinë londineze, unë shkruaj për Kosovën se Kosovën e kam në gjak e në gen. Shkruaj për Kosovën se gjaku i të parëve të mia është derdhur për Kosovën. Shkruaj për Kosovën se jam rrit në Kosovë dhe dhimbjet e saj, që kur jam të kuptoj bisedat e Odës së burrave, gjeografinë dhe historinë e saj, që është gjeografia e historisë. Shkruaj për Kosovën se pavarësisht faktit se kam lindur e ku jetoj ndiem shqiptar Kosove, po e sa ndiem shqiptar në tërësi, e prandaj nga fokusi im modest nuk i ndaj kur ngjarjet që ndodhin në Kosovë me ato që ndodhin në trojet e tjera etnike shqiptare. Unë mund të jemi pasakt në ato që shkruaj, por shkrimi dhe analiza ime bazohet në ato që unë shoh dhe vërej nga jashtë pa qenë protagonist dhe akter në ngjarje dhe apo subjekteve të brendshme të Kosovës. Bindjet e mia nuk janë bindje të çastit apo konjunktura të momentit, ato janë formësuar dhe skalitur edhe pa qenë vetëdijshëm që në vitet 70 të shekullit kaluar rreth gjakut të Odës së burrave, që për mua ka qenë akademia e parë dhe më e rëndësishme e edukimit tim politik dhe njerëzor. Duke patur bindje të palëkundura konservatore tradicionale të djathta, nuk më ka penguar të vlerësoj aktet adetare pro-shqiptare në interes të kombit shqiptare dhe të forcave më ideologjike të majta. E këtu ndoshta fillon në keq kuptimi i miqve të kësaj faqeje. Dua të garantoj çdo mik real apo virtual të kësaj faqeje e të shkrimeve të publikuara këtu se ato çfarë shkruaj apo mbroj unë këtu janë bindje dhe mendime veç të mijat, nuk jam pjesë e asnjë grupimi apo organizate politike apo jo politike. Besoj se miqtë e mi kanë vërejtur në këto vite që kam qenë aktiv në këtë faqe apo më gjërë se nuk bëj kompromis me idetë dhe bindjet e mia, e kjo më ka pushtuar jo pak, më ka bërë armiq të kundërshtar nga të gjitha krahët e spektrit politik e mediatik, por mbi të gjitha më ka lënë të ekspozuar dhe pa mbrojtje. Duke ju referuar shkrimit tim të djeshëm, dua të garantoj miqtë e mi shqiptar të Kosovës se sidomos ata me të cilët na bashkojnë bindjet e djathta e rrugoviste se nuk janë pjesë as një grupimi apo agjende siç është aluduar nga reagimet e djeshme që nuk janë të parat. Kam shkruar me shqetësim për ato çka po ndodhen në LDK, sepse LDK ishte partia e vetme e djathtë në Kosovë. Jam shqetësuar për LDK-n sepse asnjë forcë tjetër politike brenda dhe jashtë Kosovës nuk ka kontribuar për çështjen shqiptare sa LDK-ja e Kosovës dhe nuk e ka luksin ta humbë këtë parti të cilën po e fundos klani Abligjiku. Jam shqetësuar se Kosova dhe forca udhëheqëse lëvizjes vetëvendosje po mbetet pa opozitë reale, pasi partitë e tjera janë parti klanesh që nuk kanë mundur deri më sot të ndajnë nga krimi e hajnia mbi 20 vjeçare në Kosovë. E kur pushteti mbetet pa opozitë, fillon revanshi e abuzime me pushtetin. Kosova akoma është në konsolidime e shtetëndërtime, nuk e ka luksin të mbetet pa opozitë. Busulla ime, edhe nëse gaboj, si orientim dhe destinacion të përhershëm ka interesin kombëtar e çështjen e shqiptarëve. E kështu do të mbetet deri ditën që do të shuhem e nuk do të jam më, me respekt dhe për ulje ndaj jush.